as possible in the fight today, but Mirë, also zoti to be Rute in the po tregon strongest se possible çfarë do position diskutohet when sot. peace Natyrisht talks që really start to ministrat happen do in të a diskutojnë way where there's good lead to përparimin në sfidat e results. And then we sigurisë, will ndërsa also shikojmë deri have samit të tashëm në Ankara, po kështu NATO-Ukraine Council later kërcënimet today, the lunch që I vinë with Andriy nga Sybiha, the Rusia, foreign minister, and Kaja mbështetjen Kallas, the e EU High Representative, they are Ukrainës, discussing po kështu again edhe Ukraine. e curin e zbatimit të vendimit të samitit të fundit për të shkuar në 5% të prodhimit të brendshëm bruto të dedikuar për shpenzimet për NATO, ku 3.5% janë shpenzime bazë për forcat e armatosura, janë çështje për të cilat do diskutohen sot. Natyrisht do t'i bashkohet në samitin NATO Ukrainë edhe Ministri i Jashtëm I Ukrainës, por dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. The foreign ministers meeting. Who wants to start? One at a time. Yes. Yesterday, Putin was threatening Europe with war again. So, what would be your message for him today after these threats? I'm not going to react to every thing Putin is saying. We have seen him in military clothes, dressed like a soldier at the front, but not at the front. It was quite far from the front the day before yesterday. So, no, I'm not going to react to everything. Mirë, është pyetur Mark Rutte se çfarë mendon për deklaratën e Vladimir Putin se është gati të përgjigjet një lufte me Europën. Rutte tha se nuk kanë mend të përgjigjet çdo gjë që thot Vladimir Putin, referuar edhe shfaqjeve të tij me uniforma ushtarake afër vijës së frontit. For the 1 billion a month, August, September, October, November. And I'm cautiously optimistic that we will reach the 5 billion for the full year. And then for next year, we need for the full year, again, a lot of money, at least 1 billion, maybe even a little bit more than 1 billion a month. It might be around 50, maybe a little bit more for the whole year. When it comes to this crucial US gear, so this is offensive and defensive, including interceptors for the air defense systems, crucial to keep Ukrainian civilians and civilian infrastructure safe. Duke folur në këto momente për mbështetjen që do t'i japin Ukrainës, një mbështetje e cila do të vazhdojë, ka vazhduar në muajt e shkuar dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen, tha Rutte. Well, as you know, I'm really glad that the US president broke the deadlock with Putin, started this whole peace process. It was only the US, under the leadership of President Trump, who could do this. But I don't want to comment on every step. So last night was, of course, është pyetur për takimin e mbrëmshëm mes të dërguarve të zotit Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner me Vladimir Putin. Është I lumtur dhe një proces I tillë paqe mund të niste vetëm në leadershipin e zotit Trump, ka thënë Mark Rutte, por nuk do të komentoj mbi çdo hap të këtij procesi, duke mos komentuar as çfarë ndodhi mbrëmjen e dielshme pas 5 orë diskutimesh, ku të paktën sipas Kremlinit nuk është arritur asnjë progres, madje është hedhur poshtë propozimi I ardhur nga presidenti Trump. When it comes to the peace process on Ukraine, but also when it comes to Sudan, Gaza and all the other issues the Americans are working on. So I find it totally acceptable that he is not here. Chris Lendau is here, the Deputy Secretary. I had dinner with him last night, and he will be really great at the table. So let's not look Mirë, në samitin e sotëm mungon sekretari amerikan e shtetit Marco Rubio, e kishte paralajmëruar dhe më parë, Landau, zëvendësi I tij merr pjesë, Rutte tha se ka një sër sfidash me të cilat po përballen Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe natyrisht e mirëkupton mungesën e Marco Rubios, por tha se është takuar me zotin Landau dhe kanë pasur një takim dhe diskutim të mirë një ditë më parë. That the Ukrainians deal with it, and they are dealing with it. I think the Ukrainian president is taking all the necessary steps to root out corruption. Është pyetur edhe për situatën në Ukrainë me korrupsionin I cili çoi edhe në dorëheqjen e shefit të kabinetit të Zelenskit, njeriu që ka negociuar gjatë kohës me europianët dhe me vendet e NATO-s, por Rutte ka qenë I shkurtër në reagimin e tij, duke theksuar se ai beson në luftën kundër korrupsionit dhe në zbardhjen e kësaj ngjarje.